Të dashur bashkëdhetar, sot në studion Alba Life kemi të ftuarën e radhës studenten e shkëlqyer zonjën Mariela Mitre, e cila po studion për medicinë në New York University këtu në New York. Mirë se erdhe, Mariela. Mirë se ju gjeta. Le të fillojmë me fëmijërinë tuaj, disa mbresa dhe kujtime të fëmijërisë dhe ku e keni kaluar atë më konkretisht. Fëmijërinë e kam kaluar në Durrës, jemi lindur në Korçë, por pastaj kur isha 2 vjeçe kemi lëvizur në Durrës me familjen, dhe kam kujtime shumë të bukura nga Shqipëria, edhe nga vitet e fëmijërisë në Durrës pranë familjes, pranë shoqërisë atje, edhe pranë shkollës. Kam qenë atje në shkollën Vincenz Prendushi, që ka qenë drejtuar nga disa suora italiane, edhe ato janë kujtimet më të qarta të fëmijërisë në atë shkollë, edhe të rrethuar me suarat italiane, me mësueset e mrekullueshme. Studionit italisht njëkohësisht? Studionim italisht që në klasën e 3, edhe anglisht në klasën e 5. Do me thënë isha te kjo shkollë nga viti i parë, nga klasa parë deri në klasë 8. Edhe kishim ca mësuese të mrekullueshme si Roberta Tole, që kam kujtime shumë të bukura. Edhe e përshëndesim mësuese Roberta, mësuese Roberta ne kam shumë të dashur. Edhe atje do me thënë ishte një ambient shumë i mirë për edukimin e fëmijëve. Me prindrit kemi kujtime shumë të bukura nga Cili është kujtimi tënd më pikant në fëmijërinë në Durrës, në shkollën Vincenz Prendushi? Në shkollën Vincenz Prendushi, kujtimi më i bukur janë këto festivalet që bënim si fëmijë, edhe festivali i parë e mbaj mend që kisha mësuar një pjesë të vogël në piano, edhe isha shumë nervoze se dija se si do më shkonte. Më duket se ishte klasa e 4. Çfarë do të kujtoni nga shkolla e mesme në Shqipëri? Plus juve na përshkruat për 8 vjeçaren, për kopshin e diçka, po nga shkolla e mesme. Shkolla e mesme ishte shkolla Mjal Ekonomi, ishte një shkollë private që sa ishte hapur në fakt, edhe kishte edhe aty mësues shumë të mirë të tëra lëndëve, e mbaj mend që shkolla private ishte me pagesë, right? Sa paguanit konkretisht, sa paguanit prindrit? Më duket se ishte një, dua të them $200. Ishte ëndra e prindërve në fakt që kur u hapën shkollat private dukeshin më mirë. Ishte, në fakt, mbaj mend shkova në shkollën publike që ishte Gjergj Kastrioti, që kishim afër, javën e parë shkova aty, edhe për të ardhur keq, ishim 5 studentë të ulur në 3 karrige në klasë. Edhe i kishim vënë karritet ngjitur që të kishim mundësi të uleshim të tërë, edhe mbas javës parë në shkollë aty ishte goxha rrëmuj. Edhe i thash pasaj prindërve që dakord do shkoj ke shkolla private, se në fakt në fillim desha të shkoja ke publike, atje do shkonin gjithë shoqëria ime. Është për të ardhur keq në fakt që ka pasur rënje në edukime dhe veçanërisht dhe në materialet e ndryshme në pajisjet, që mua më vjen jashtëzakonisht keq sepse kam qenë pjesë e arsimit për 20 vjet rresht, por nuk e kemi pasur këtë që të rinin nxënësit 5 veta në 3 karrike. Ishte shumë e dhimbshme. Ashtu është. Mbas shkollës së mesme, ku shkuat konkretisht? Çfarë bët mbas shkollës së mesme? Po, shkolla e mesme do me thënë bëra 2 vitet e para atje në Durrës, kemi ekonomi, edhe ishin shumë intensive lëndët, duke marrë të tëra lëndët shkencore, matematikat, edhe letërsia, historia, gjeografia të tëra. Pastaj, kur mbaruam ato 2 vite atje, ne vendosëm të vinim në Amerikë, na kishin dalë letrat për të ardhur me familjen. Kishit hedhur lloton? Ne erdhëm si bashkim familjar, sepse gjyshi nga babi është i lindur në Amerikë. Si e ka emrin gjyshi nga babi? Gjyshi e ka emrin Mihal. Edhe ai ishte lindur këtu, është kthyer me familjen në Shqipëri dhe ka ngelur atje mbas komunizmit. Kështu që ai kishte të drejtat që kur erdhi demokracia ta merrte familjen edhe veten e tij në Amerikë. Kështu që Gjyshi jetonte në atë kohë?
Gjyshin atë ko kishte ardhur disa herë në Amerikë si qytetar amerikan dhe jetoi një pjesë kohe këtu, po si përfundim pasaj u kthye prapë në Shqipëri, se ishte pleqëri edhe... Në kohën që ju erdhët, ishte gjallë gjyshi? Gjallë ishte, po ishte në Shqipëri me nënën. Edhe ne, do me thënë, bashkë me xhaxhain edhe familjen e Hallës, të tërë kishim bërë letrat që të mundoheshim të vinim, ne na dolën në fillim edhe u nisëm në 2004, në kemi ardhur këtu. Edhe kur erdhëm këtu, e mbaj mend si tash kemi ardhur në qershor, edhe shkollat ishin të mbyllura, kështu që ishim vetëm unë, Flai, mami dhe babi, edhe të katërt bashk, më duket se ajo ka qenë koha që kemi kaluar më shumë kohë bashk se asnjëherë tjetër në jetën tonë, sepse ishim vetëm, nuk njihnim njëri, biles ca herë flinim të tërë bashkë në një krevat, vetëm pse ishim, domethënë, ishim një ashtu. Shumë vështirësitë e fillimit, po fillimi është shumë i vështirë. Këto besoj se e inspirojnë njeriu për më shumë për vuajtjet e fillimit. Dhe interesant është në fakt. Pastaj kur erdhi shtatori, ku shkove? Erdhi shtatori edhe unë edhe vllai filluam shkollën. Unë fillova gjimnazin, ishim në një qytet që quhet Nutley në New Jersey. Edhe kur fillova gjimnazin në vitin e tretë, më dukeshe shumë e çuditshme, se nuk isha mësuar me kulturën amerikane. Anglishten e kisha mësuar, po jo për lëndët shkencore, thjesht dija si të flisja anglisht më shumë se sa për shkollën. Edhe ajo ishte gjëja që më friksonte pak, se thosha si do dal atje, si do shkoj tashti e ardhmja në Amerikë. Vllai ishte në klasë të 7 edhe ai ishte në një pikë që kuptonte shumë gjëra edhe i dukeshe shumë e çuditshme që tash i kishim ardhur në një vend tjetër që si njifte më njëri, nuk i kishte shokët me vete. Po u integruam shumë shpejt. Pa problem, po shumë shpejt në jetesën amerikane. Mbasi mbarove shkollën e mesme? Mbasi mbarova shkollën e mesme, pastaj këtu në vit 4 aplikohet për universitet. Edhe kisha aplikuar në disa shkolla, u pranova në disa prej tyre dhe vendosa që të shkoj në një shkollë që quhet Cooper Union, edhe është në Manhattan. Edhe ajo shkollë ishte shumë e mirë për ne, jo vetëm pse ishte një shkollë shumë e fortë inxhinierike, po edhe ofronte bursë të plotë për ata studentë që i pranonte, domethënë pranonin shumë pak student, po që ishte garantuar një bursë e plotë për studentët e mirë që vinin nga ajo shkollë. Kështu që ishim shumë të gëzuar, mami me babin ishin shumë të gëzuar që mu dha kjo mundësi, pavarësisht se kishim shumë pak kohë në Amerikë në atë kohë. Dhe tani konkretisht keni fituar disa çmime në fakt. Mund të na thoni cilat janë disa nga çmimet që keni fituar? Në shkollën e mesme, kur mbarova shkollën e mesme, më dhanë disa çmime këto shoqatat lokale, që ishin në qytetin e Natlit edhe ishin në formë burse, që të ndihmonin për universitet. Pastaj gjatë kohës universitetit kam qenë tërkohës në listën e dekanit për rezultate të mira, edhe në fund kur mbarova me, si thuhet, summa cum laude, me shumë lavdrim. Më dhanë edhe një çmim që quheshe Louis Glickman Memorial Prize, edhe ishte për student me rezultatet më të mira në atë programin e inxhinierisë. Edhe aty bëra inxhinierin kimike në fakt, gjatë kohës që isha në Cooper Union. Edhe ishte një eksperiencë shumë e vështirë, po edhe besoj se më formoi, domethënë për të vazhduar më tutje. Tani, konkretisht, në çfarë universiteti jeni? Jam në shkollën e mjekësisë të New York University, Universitetit të New Yorkut, edhe aty u pranova në një program që quhet Programi i kombinuar i mjekësisë dhe doktoraturës së shkencave. Edhe ishte një fat i madh, domethënë që arrita të pranojmë në këtë program, sepse është goxha i gjatë, të paktën 8 vjet për të bërë të dyja degët, por është me fondacione nga Instituti i Amerikës për
për shëndetin. Edhe gjatë tërkohës së programit edhe aty është një bursë e plotë, do me thënë që të mundëson që të studiosh pa patur shumë probleme edhe do me thënë, është vërtet gjë e madhe që kur studenti këtu ka rezultate të shkëlqyera, arrin që të marri bursën e plot, gjë që nuk ndos në vendin tënd, janë shumë shok dhe shoqet tuaja që edhe pse vazhdojnë ose pse kanë rezultate të larta, nuk kanë arritur që të kenë ose të shkojnë në programe të mëtejshme, siç pretendojnë ata të paktën të shkojnë me studime jashtë. Sidoqoftë, juve po vazhdoni, domethënë, programin për PhD, dhe mbasi ta mbaroni këtë, ku keni ndërmend që të shkoni ose ku do aplikoni, cila është ëndra juaj? Programi, domethënë, është për PhD-n, për doktoraturën e shkencave dhe për mjekësinë, dhe ideja është që kur del nga ky program je gati për të qenë një mjek edhe shkencëtar. Edhe hapi tjetër do jetë për të bërë praktikën e mjekësisë, që tashi nuk e di tamam se në cilën e unë fushë do ta bëj, po më pëlqen fusha e neurologjisë, edhe tashi këtë kërkesat shkencore po i bëj për shkencat e trurit, edhe shpresoj që të bëj këtë praktikën ndoshta për neurologji dhe më pas të kem një pozicion si profesore dhe mjeke në një institut siç është për shembull qendra mjekësore e New York University, që t'jep mundësinë që dhe të praktikosh mjekësinë me pacientët, po edhe të bësh kërkesa shkencore në të njëjtën fushë. Kjo është sa e vështirë është kur merresh me kërkime shkencore, kohën që shpenzon si vajzë, si ëndrat e tua edhe sakrificën që bën. Është shumë e vështirë. Ka shumë sakrifica sepse fusha është e tillë që do shumë punë, edhe do shumë kohë që t'jesh në laborator edhe të merresh me eksperimentet, edhe duke qenë që janë kërkime shkencore, nuk e din nëse këto kërkime do jenë të frutshme apo jo, deri në fund. Edhe kështu që kërkon shumë punë, shumë investim, edhe kam patur domethënë shumë ndihmë nga prindrit, nga familja, nga bashkëshorti, nga të gjithë që kemi referotu. Sepse ju jeni edhe familjare, domethënë mua më befason, keni edhe një djalë, dhe domethënë sa ndikon bashkëshorti juaj për të ecur ti në fushën e lartë të edukimit? Më mbështet shumë, nuk është e pamundur domethënë që do arrija të bëja atë që po bëj tashti pa patur mbështetjen e tij, sepse ai duke qenë mjek vetë e kupton se çfarë kërkesash ka kjo fushë edhe sa kohë duhet të fusësh edhe sa mundim, edhe plus që kemi dhe familjen dhe duhet t'i dedikojmë dhe kohë njëri tjetrit edhe djalit, po që... Si ka emrin djali? Djali ka emrin Adrian. Ta gëzoj Adriani. Kur të rritet do të kënaqet, do ta shikoj mamin që ka dhënë intervistë. Po, edhe ka përmendur atë. Edhe kështu që shumë të bukur, emër shqiptar. Po. Po, kujt ja dedikon më shumë gjithë këtë arritje, sepse nuk është pak të marrësh pjesë për programin e PhD-s në New York University, që është një nga universitetet e mirënjohura në Amerikë, edhe është fat që të studiosh atje. Kujt ja dedikon më shumë? Sigurisht inteligjencës tuaj, nuk e diskutoj se përderisa le piano dhe ju futet botës së shkencës. Sa kanë ndikuar prindrit e tu? Që kur lexova në fakt biografinë prindrit e tu intelektual, babai është inxhinier, mos gaboj. E përshëndesim baban tuaj. E përshëndesim babain inxhinier edhe mamin mësuese. Edhe mamin tuaj e përshëndesim, është mësuese e anglishtes. Po. Ma more nga goja. E përshëndesim nga televizioni Alba Live, që kanë rritur një vajzë të mrekullueshme dhe që neve na bën tepër krenar si televizion Alba Live që mjaft jo vetëm zonjushën që kemi këtu, por janë edhe mjaft shqiptar të tjerë që po studiojnë edhe besoj se do t'i ftojmë në televizionin Alba Live në vazhdon e intervistave me njerëz të suksesshëm. Ma more nga goja përgjigjen e pyetjes se do thosha prindrit janë ato që bën sakrificën më të madhe që ne të vinim këtu në Amerikë, se nuk ishte shumë kollaj. Ata e kishin jetën shumë të rregulluar në Shqipëri dhe i ngritën të tëra gjërat, vetëm që ne të kishim një të ardhme më të mirë. Edhe jam gjithmonë shumë mirënjohës për atë. Edhe kanë, domethënë, tërë jetën e kanë dedikuar që ne të kishim një
edukim shumë të mirë edhe t'i hapnin gjithmonë dyert vetes. Kështu që, ja. Është shumë bukur në fakt që juve shprehni mirënjohjen edhe mua më prek, sepse duket parë ty shikoj fëmijët e të tjerëve, prindrit që bëjnë aq sakrifica të mëdha, edhe shpresoj që Adriani nuk do t'i ketë këto sakrifica të prindërve, do t'a gjej pak më gati. Po ndonjëherë është bukur që njeriu të ketë sakrifica, sepse sikur sakrificat bëhen frymëzim për më shumë, mendoj unë. Se sa kur i gjejnë gati fëmijët sot, çdo gjë i gjejnë gati. Është më mirë të kenë sakrifica, sepse ja dini dhe më shumë punës. Është e vërtet. Edhe me bashkëshortin gjithmonë themi që kur mendojmë për të ardhmen e Adrianit ose për shkollimin, gjithmonë thot ai do ketë bursë të plot, thot, sepse do jetë student shumë i mirë. Edhe nuk e mendon, domethënë që do t'i ketë gjërat shumë kollaj, sepse në fundit ne do ja kujtojmë gjithmonë se sa shumë kemi punuar që të arrijmë këtu, çfarë kanë bërë gjyshrit, edhe ne si prindër, edhe domethënë gjenerata e re e shqiptaro-amerikanëve këtu duhet ta mbajnë këtë histori në mendje. Do të ndikoj Mariela në mjekësinë shqiptare për popullin tënd? Po. E mendoj gjithmonë atë pyetje, sepse jo vetëm kam akoma kontakt me shoqet në Shqipëri ose rreth e rrotull Shqipërisë që janë edhe ato në fusha profesioniste, mjekësi ose juridik, edhe gjithmonë mundohem që të marr vesh se si janë integruar ato, se si është integruar mjekësia shqiptare në krahasim me Amerikën, edhe patjetër që e kam atë ëndrrën që një ditë kem mundësi që të shkoj atje dhe të ndihmoj, sado e vogël të jetë ndihma ime. Mjekësia faktikisht është tepër, është domethënë një nga fushat më të vështira për popullin shqiptar. Është fatkeqësi sepse domethënë të shkosh atje për një operacion ose për një diçka tjetër duhet të paguash, ose shumë probleme të tjera, është komplet e pakrahasueshme me mjekësinë amerikane. Kështu që nga kontaktet që kemi janë mjaft mjek shqiptar o amerikan që po studiojnë dhe që kanë mbaruar këtu, është bukur që të lidhen me qeverinë atje, ose ju e patë vetë intervistën që kishim pak më parë, se si ai kishte krijuar fondacionin dhe çon një grup të madh mjekësh në Shqipëri për të ndihmuar popullin shqiptar me pajisje të ndryshme. Gjë që nuk është vetëm se ka Mr. David që ka ndihmuar, janë edhe mjekë të tjerë shqiptar, i kam ndjekur disa konferenca, edhe ndihmojnë, po prap fusha e mjekësisë është tepër e vështirë, përderisa ata që kanë lek nuk operohen në Shqipëri, po shkojnë jashtë, do të thotë që është tepër në një gjendje jo të mirë. Po, e kuptoj. Atje mund të ketë mjek shumë të mirë, po është aparatura që mungon, edhe digje të ndryshme, investime. Duhet investimi brenda instituteve mjekësore, shkencore, që të arrijnë që të kenë aparatura më të mira, sepse mjekët janë shumë të mirë, e dim, domethënë nga eksperiencat tona në Shqipëri, po që shpresoj që në të ardhmen të kem mundësi që të ndihmoj në çfarë do lloj mënyre. Do të kisha shumë kënaqësi dhe do të isha prap, domethënë në kontakt me ju për ndihmën që ju do të jepni mjekësisë shqiptare mbasi ju të gradoheni nga New York University. Keni kontakte keni të tjerë në programin tënd, keni ndonjë shqiptar në programin tuaj atje? Në programin tim të mjekësisë dhe të doktoraturës së shkencave jo, po kam njohur 2 vajza shqiptare atje që në New York University kanë bërë dhe ato doktoraturën e shkencave, edhe ishte gjë shumë e mirë që të shohësh dikë që ka kaluar gjatë kësaj eksperience para teje. Edhe tashti në laboratorin që punoj kam një ndihmëse që është një vajzë kosovare dhe punon me mua dhe ja kalojmë shumë mirë, edhe ka ardhur dhe një vajzë tjetër nga Shqipëria që është punësuar aty si ndihmëse e shkencave. Plus kushërira ime që erdhi para një viti në NYU edhe ajo për të bërë kërkime shkencore. Kështu që kemi tash një grup të vogël shqiptarësh që është bukur që të punojnë networku me një fjalë, të lidheni me njëri tjetrin edhe të ndihmoni, pse jo. Cilat janë disa nga projektet tuaja për të ardhmen?
në idenë e pikësynimeve? Të pikësynimeve, në fushën e mjekësisë. Po. Projekte janë dhe ato. Projekte. Tashi këtë tezën që po bëj për doktoraturën e shkencave, po e bëj për një hormon. Cila është tema konkretisht? Tema është për një hormon që quhet oksitocin, edhe ndihmon gjatë kohës së lindjes së fëmijës, por e kemi parë që është shumë i rëndësishëm edhe për anën në procesin që fëmia lind. Po. Edhe mirë, po ka edhe efekte në tru tek mamaja e fëmis, edhe kemi parë nga këto kërkimet që po bëjmë me MIT, që në fakt mund të marrësh një femër që nuk ka eksperiencë me fëmijët dhe t'i japësh këtë hormonin në tru dhe të kthehet në një farë mënyre në sjelljen e mamas, të mësoj se si të kujdeset për fëmijët. Edhe është shumë interesante se si ky hormon mund të formuloj nga ana mendore atë ndrimin e femrës nga jo mama në mama. Interesant që nga. Po, faktikisht vetë lindja e fëmijës me njërë, do me thënë, krijohet vetë procesi, është procesi biologjik, ju e dini më mirë, që me lindjen e fëmijës të je mama. Ku është ndryshimi? Ndryshimi është, ose si ta them, ky hormoni në këtë periudhën gjatë kohës së lindjes ngrihet në gjak shumë, edhe përveç faktit që ndihmon me lindjen për të dalë fëmia, e ndryshon edhe atë, si thua, ambientin e trurit në një farë mënyre që tashti nga ana biologjike fillojnë dhe sjelljet si mama, sepse ka shumë njerëz për shembull që kanë probleme të ndryshme me depresionin gjatë kësaj kohe dhe jo të tërë e kanë kaq natyrale që të kthehen në mama në atë proces. Dhe mendohet që ky hormon është ai që e ndryshon trurin e njerëzit që të krijohet kjo lloj ambienti. Do me thënë, akoma nuk është vënë në përdorim, është thjesht në studim. Është në studim, është vënë në përdorim sepse ka shumë efekte që kanë lidhje me të qenurit njerëz social, edhe në fakt tashti e japin kështu nëpërmjet hundës në fëmijët që kanë autizëm, edhe mendohet që mund t'i ndihmojë ata me këto problemet që kanë me komunikimin me njëri tjetrin edhe me personat rreth e rrotull. Edhe duket sikur ka efikacitet edhe i ndihmon që t'jenë çik më social, të shikojnë të tjerët një çik më shumë në sy, edhe mos jenë shumë të friksuar nga marrëdhëniet sociale. Shumë interesant që nga. Po, më pëlqen. Po, patjetër. Interesant kur lexova rreth rezumes tuaj, pash që keni marrë çmim për poezinë. Aty nuk e prekur më shumë, në fakt nuk diskutohet. Sepse ju i keni qef poezi. Patjetër, dhe megjithatë mjekësia është shumë e lidhur me letërsinë. Ka diçka shpirtërore që nuk diskutohet, do me thënë, nuk është kaq e lidhur sa ndonjëherë bëhet shumë e natyrshme. Konkretisht, cili ishte çmimi dhe për cilën poezi? Po, çmimi ishte kur isha në gjimnaz, këtu që sapo kishim ardhur, po mundohesha që të isha e lidhur me disa aktivitete jashtë-shkollore, dhe njëra nga mësueset e italishtes ke gjimnazi po bënte një konkurs, edhe shkova aty edhe i thash që desha që edhe unë isha involvuar, edhe recitova një poezi në italisht. Nuk e kisha bërë unë, ishte një poezi e vjetër, po ishte do me thënë konkurs për recitimin e poezisë në gjuhën italiane, dhe ishte në fakt për të gjitha mësueset e italishtes New Jersey. Edhe u takova dhe me studentë tjerë që studionin italishten, edhe kjo ishte duke qenë që kisha mësuar italisht në Durrës, në shkollën Vincenz Prendushi. Po ishte një eksperiencë shumë e bukur që të hap edhe rrugë të tjera, që të njohësh njerëz që kanë këto aspirata të ndryshme të gjuhës letrare. Edhe ishte shumë kënaqësi. Si shikoni, Mariela, sepse tani je jo vetëm një studente shumë e mirë, që është kënaqësi që ju kemi këtu, por jeni edhe mama me Adrianin. Si shikoni shkollat shqipe? Si shikon
gjuhën shqipe tek djali juaj, a do arish t'ja mësosh, a do arrit djalit tënd, a cila është ëndra juaj për studimin e gjuhës shqipe tek djali juaj dhe tek shkollat që janë hapur? Po, unë dua shumë që djali të flasë shqip edhe të lexoj edhe të shkruaj shqip, ajo do ishte ëndra ime, se e folura është një çik më kollaj, atë e bëjmë që tashti, domethënë ai që kur ishte i vogël i kemi folur shqip, anglisht, edhe prindërit e mi patjetër që flasin me atë shqip duan që ai ta mësoj gjuhën. Edhe është shumë kontribut, shumë i mirë që ju keni bërë me komunitetin shqiptar, që keni hapur shkollat shqipe dhe studentët e gjeneratës re të shqiptar-amerikanëve kanë mundësinë që ta mbajnë gjuhën e vet. Më duket se është, domethënë, një nga gjërat më themeluese që mund t'i japim fëmijëve tanë, gjuha të paktën edhe traditat dhe kulturën, sepse ata do rriten këtu, do rriten larg Shqipërisë, po them se është, domethënë, gjëja më e mirë që mund t'i japim nga kultura edhe nga traditat tona, gjuha shqipe. Kështu që në fakt do isha shumë e kënaqur nëse Adriani do vinte ke shkollat shqipe. Po ne mirë presim. Kemi disa në fakt potencial, siç i quajnë këta, fëmijë të vegjël që i kemi në listë për tu regjistruar në shkollat shqipe. Konkretisht herën e fundit kemi në Manhattan, që është 6 muajsh dhe na shkruajtën prindrit e tij, edhe i thash mos e diskutoni se e kam të shënuar. Mirë të vi me zi, po presim që të rritet. Le të hidhemi përsëri tek ana profesionale edhe tek komuniteti sigurisht. Si një studente që keni arritur rezultate, sigurisht me punë, me seriozitet, me sakrificë, me mirënjohje, cila do të ishte këshilla juaj për studentët e tjerë që janë në New York, apo në Amerikë, apo dhe për bashkëdetarët e tu? Në Shqipëri. Këshilla ime, do me thënë vërtet, duhet punosh shumë, dhe këtë e dim, do me thënë, edukimi është shumë i rëndësishëm, por që është edhe shumë e rëndësishme që të kërkosh mundësi edhe t'i hapësh dyert vetes nëpërmjet njohjeve me njerëz që janë në fushat profesionale të interesit të secilit. Edhe për shembull ne kemi pyetur kur punoja në bibliotekën e qytetit, takonim njerëz aty që vinin edhe ata që ishin në fushën që unë isha interesuar, i pyesja çfarë bëni ju, si e keni arritur deri në këtë pikë, çfarë lloj karriere keni kaluar, edhe do me thënë duhet që gjithmonë të jesh në kërkim të mundësive dhe sidomos kur je i ardhur nga një vend tjetër dhe nuk ke shumë njohuri. Besoj se s'na ngelet gjë tjetër, vetëm në emër të gjithë teleshikuesve të televizionit Alba Life, ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Dhe së shpejti kur ju vetë mbaroni, do të jemi besoj në gradimin tuaj. Dhe njëkohësisht të shikojmë me klinikën tuaj private, ose sidoqoftë dhe komunikimin që do të kemi së bashku me bashkëdetarët dhe komunitetin. Shumë urime. Shumë faleminderit, edhe ishte një kënaqësi që isha këtu me ju. Ju falenderoj është një nder që t'jem këtu, edhe ju falenderoj për punën që bëni me televizionin Alba Life edhe me shkollat shqipe. Të dashur bashkëdetar, ndoqët intervistën me zonjën Mariela Mitre dhe ju falenderit për vëmendjen tuaj. Për televizionin Alba Life, Kozeta Zylo, New York.